kam unë intervistë edhe sot kanë thonë se ke full shumë mirë. Po ta bëja prap pyetjen e njëjtë. Kush mendon që ka qenë presidenti më i mirë sipas teje? Se mas meje Vjosa Osmani. Pse? Pse kjo gjatë kësaj periudhe që ke, na njoftën e dhe të shtete, na boni shoshni me shumë shtete tjera, edhe është e aftë. Zotin e ka bo emër edhe ka quë, e ne ka bo Vjosa Osmani. Mas dekës Brajm Rrugovës, vetëm ja kjo e zaventën. A kemi dalë me votu nëse ka zgjedhje të reja prapë? Me dalë Vjolës ja kom dhonë edhe herën e parë edhe tash, po tash vorët për shëndetit temë. E ti mendon që postin e presidentit do e fitoj Vjosa Osmani? A? Ti mendon që postin e presidentes do e fitoj Vjosa Osmani, apo? Edhe ka ma të mirë dhe duhet të fitoj, gjithë. Faleminderit shumë. Edhe deri në vdekje i kjo për hajtë. Faleminderit shumë.